Të dashur shqiptar kam bler ca parfume të shtrenjta Aqua di Gio, sepse gjuhë shqipe kohë të fundit ka filluar të vi era mjalt. Kemi nevojë për parfume të shtrenjta, jo vetëm deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, por edhe studiuesit e gjuhës shqipe duhet të blejnë parfume të shtrenjta, duhet harxojnë lekët e fundit, rrogën e fundit, jo për bukë, po për parfume. Pse do thoni ju? Sepse në fjalorin e gjuhëve indo-europiane, që unë botova në vitin 2004 falas në internet, autorët më të mirë, Norbert Jokli, Gustav Mahleri, Holger Pedersen, kanë thënë që shqiptarët janë pasardhës të ilirëve. Është zbuluar fjalori Hezikusit të Aleksandris, i krijuar në shekullin e 6 pas erës sonë, dhe aty përmenden ilirët dhe fjalët ilire. Mirë po, ka dalë një problem i vogël. Na del që ilirët kanë folur dialektin dorik. Që është dialekti dorik? E pra, në dialektin e ilirëve, fëmijët e Dionisit quhen dueadai. Çdo më thonë dueadai është numri shumës i dialektit dorik, i zbuluar nga unë, nga askush tjetër. Numri 1-jes, djali i Dionisit, duhet ishte Deuadas. Dhe sipas Joklit, kjo ka dhënë fjalën dash në shqip. Nëse Deuadas ka dhënë fjalën dash, nuk e besoj, por nëse ka dhënë fjalën dash, kjo është substrat, domethënë është fjalë huazuar. Pse do thoni ju? Sepse shqipja i shkurton fjalët. Për shembull, fjalën medicus nga latinishtja shqipja bën mjek. Fjalën kabalus shqipja bën kalë. Fjalën amicus shqipja e bën mik. Fjalën pomus shqipja bën pem dhe lista shumë e gjatë. Shumica e fjalëve të shqipes janë nga latinishtja. Dhe të gjitha janë të shkurtuara. Gjuha shqipe i shkurton fjalët. Pse do thoni ju? Shqiptarët e kanë kokën shumë të madhe. Asnjë përkrenare ilire nuk do ju bëj jo juve, por as njerëzve më të vegjël në Shqipëri nuk ju bën. Asnjë përkrenare ilire. Koka e ilirëve ishte e stërgjatur, Kafka atyre ishte ndryshe nga Kafka jon. Kafka jon është e tipit të rumbullakët, si një tullumbace e fryrë, ndërsa Kafka e ilirëve ishte e stërgjatur. Kjo tregon që kanali i grave ilire ishte një çik më i ngushtë se kanali i shqiptarëve. Domethënë, të merr ato që ne ju shkaktojmë nënave tona kur lindim, kjo është një llaftar i vërtet, se si del gjithë kjo kokë nga një trup aq i vogël i nënës. Mi po del që shqiptari ka kokën me kocka të trasha dhe brenda truri është i vogël si te koka e dinozaurit që ka një kokë elefanti por ka trurin e hardhucës. Kjo që shqiptari ka kokën e madhe nuk do thot asgjë. Truri është i rëndësishëm, materiali brenda. Pra mund ta kesh ti kokrën e arrës shumë të madhe, po pate brenda thelbin të vegjël si truri shqiptarit. Po çrëndësi ka sa e madhe është kokra e lëvozhgës. Domethënë Kafka jon është lëvozhgë. Brenda fruti i arës është i vogël. Tek ilirët, lëvozhga ishte delikate, holl, e stërgjatur, por truri ishte më i madh. Dhe fjalët në ilirisht nuk janë një rrokshe. Pellazgët nuk kanë folur me gjuhë një rrokshe, të dashur shqiptar. Dhe kur del në televizion studi etimologjisë dhe thotë që Akili ishte pellazg, ishte shqiptar, të gjithë qeshin sepse Akili i quheshte Akileus. Dhe jo Akili, si në shqip. Dhe është me 2 rokje, Akil, apo jo. Plus mbaresën me 3, Akili. Por në ilirisht dhe pellazgjisht dhe nuk e di çfarë doni ta quani ju këtë gjuhë,
që është Akileus. Edhe emri i Dashit, në qofse Dashi vjen nga Ilirishtja, ishte Deuadas, që do të thot djali i Dionisit, nga dim në këtë. I njëjti emër është gjetur tek paonët, por me L në fund të temës. Deualos. Pra me disa rokje, ilirët nuk flisin me një rokje. Nuk thonin dash. Në qoftë se vjen gjithmonë nga Deuadas. Në qoftë se vjen fjala dash nga Deuadas, që është numër 1 në dialektin dorik, ilirët kanë folur helenisht. Gjuha shqipe nuk është gjuhë helene, absolutisht fare. Do t'i shikojmë në fjalët e trashëguara të shqipes. Janë të ngjashme me fjalët në gjuhën kelte. Gluni i thon gjurit në gjuhën kelte. Doron i thon dorës në gjuhën kelte. Fjalët e trashëguara janë shumë pak në gjuhën shqipe. Fjalën dhëmb i thon zomb në gjuhë slave, është fjalë e trashëguar. Pra gjuha shqipe ka shumë fjalë të pastra, të trashëguara. Fjalë shumë e bukur. Fjala ulk, Olkinion, qytet i lirë, në gjuhë slave është Vuk. U që vesh shqip, Vukova në serbisht. Pra, gjuha shqipe është e ngjashme me gjuhët kelte, me gjuhët slave. Është motër me ta. Por nuk është e ngjashme me ilirishten. Në qoftë se fjala dash vjen nga Deuadas, kjo është fjalë me 3 rokje në ilirisht. Një rokje në shqip. Pra, siç u shkurtua amicus në mik, kabalus në kal, medicus në mjek, u shkurtua Deuadas në dash. E pa mbaje dashin i dashur shqiptari, se në qoftë se ti e ke këtë fjalë nga gjuha ilire, ti e ke huazuar këtë nga ilirishtja, pra ilirishtja është substrat. Shtres e shqipes, por jo gjuha nën e shqipes. Kjo është shumë e rëndësishme. Siç kemi shtresa nga latinishtja, siç kemi shtresa nga serbishtja, siç kemi shtresa nga turqishtja. Plus, kohët e fundit, fjalë nga italishtja kanë hyrë në gjuhën e gazetarëve shqiptar, që ngatrojnë fjalën çedoj, që do të thotë lëshoj pe në italisht, me fjalën çaloj në shqip. Po shqiptarët nuk dinë të flasin shqip. Shqiptarët e viteve 90, që kanë ikur nga Shqipëria, nuk kuptojnë atë që thon shqiptarët e tanishëm. Fare. Ju e keni prishur gjuhën në viteve 90, brenda 30 vjetësh, nuk kuptohet shqipja. Po, ç'bëhet tani fjalë për gjuhën e ilirëve para 2800 vjetësh, se sa shumë ka ndryshuar gjuha. Ta zëm se ilirët janë baballarët tanë. Atëherë ilirët kanë folur dialektin dorik. Dhe të gjitha mbishkrimet në Shqipëri janë të dialektit dorik. Ka dalë një problem shumë i madh. Kryeministri shqiptar u ka lejuar autoriteteve greke që t'i quajnë shqiptarët e mërguar nga Shqipëria grek, dhe kur ata kthehen në Shqipëri, vetë deklarohen grek. Është një marrëveshje e fshehtë e qeverisë shqiptare dhe e qeverisë greke. Qeveria shqiptare e ka hequr kufirin, fare nuk e kontrollon, me Shqipërinë e Jugut dhe me Greqinë. Dhe në gjyqin e Hagës, Greqia hedh në gjyq Shqipërinë dhe thotë ne nuk i njohim kufirin. Kjo tokë është tokë greke, e gjithë Shqipëria e Jugut. Dhe kryeministri shqiptar thotë që jo vetëm që minoritarët janë grek, por shqiptarët e mërguar në Greqi janë grek. Këtë ka thënë kryeministri shqiptar, e ka pranuar me shkrim. Dhe ka nënshkruar këtë marrëveshje në Greqi në mënyrë të fshehtë. Tani mendoni reagimin tim, sepse shqiptarët nuk e dinë. Unë e di. Edhe ju po ta dini, ju ka dëmtuar trurin era e mjaltit, sepse me qëllim nuk është ndërtuar incineratori që shqiptarët të helmohen. Është i helmuar ajri i Shqipërisë. E gjithë Shqipërisë i vjen emra mjalt, prandaj do të bleni të gjithë parfumet të shtrenjta kudo. Çdo shqiptar do të blej Aqua di Gio. Janë parfumet të shkëlqyera. Pra, Deuadai në shumës, djem të Dionisit, tek paonët është Deualos, djali Dionisit, dhe në numër 1 në ilirisht ishte Deuadas.
djali Dionisit. Dhe këto forma mund të kenë dhënë fjalën dash në shqip sipas Joklit. Po kjo nuk e bën gjuhën shqipe gjuhë lire absolutisht fare. Siç nuk e bën gjuhën shqipe gjuhë latine fakti që ka huazuar nga latinishtja, medicus mjek, amicus mik, cabalus kal, pomus pem, e të tjera, e të tjera. Pra gjuha shqipe pëlqen të huazoj, i pëlqen shumë shqiptarëve të fusin fjalë të huaja në gjuhën shqipe, s'din ta mbrojnë gjuhën. Prandaj ka ardhur një rrezik akoma më i madh në horizont. Është hapur radioja ngjallja e kishës ortodokse greke që punon 24 orë në ditë dhe u shplan trurin shqiptarëve. Po ashtu filmat e këtij kanali në internet po bëjnë një dëm shumë të madh njerëzve të rinj që nuk kuptojnë fare nga gjuhësia. Këto gjëra që u them unë nuk i kuptojnë antarët e Akademisë Shkencave të Shqipërisë, se janë zbulimet e Joklit, Majrit, Pedersenit. Shqiptarët nuk kanë bërë absolutisht asnjë zbulim. Këtë kam dashur të them në filmat e mi gjatë gjithë kohës. Që as Kolet Topalli, as Eqerem Çabej nuk kanë bërë ndonjë zbulim. Kanë përkthyer, siç kanë përkthyer unë, fjalorin e Akademisë Austriake dhe kanë vënë emrin e tyre poshtë. Domethënë janë përkthyes, s'kan bërë ndonjë zbulim. Faktin që Deuadas ka dhënë dash është zbulimi i Joklit. Po nëse ka dhënë Deuadas dash, kjo është fjalë substrat. Pra ilirishtja nuk është nëna e shqipes. A kuptoni apo jo? Siç nuk është latinishtja, siç nuk është serbishtja dhe siç nuk është turqishtja nëna e shqipes, megjithëse kemi mbi 2000 fjalë turke në gjuhën shqipe. Tani, çfarë ndodh? Fakulteti i historisë, i letërsisë dhe i gjuhësisë shqipe ka krijuar disa leksione të veçanta nga priftërinj që janë bërë pedagog, kanë marrë dhe doktoratur. Dhe këta ish priftërinj që janë bërë gjithashtu edhe moderator, gazetar, priftërinj ortodoks, japin leksione për gjuhën shqipe dhe në këto leksione janë krijuar një degë veçantë e leksioneve që quhen mbi shkrimet epigrafike greke në Shqipëri. Tani këto mbishkrime epigrafike kanë treguar që në Shqipëri janë folur 25 dialekte të ndryshme helene, përfshi dhe ilirishten. Këto janë dialekte helene të gjitha që ta dini. Dhe duket sikur neve jetojmë në një tokë helene. Kështu kemi përshtypjen. Ndërkohë që këto shkrime epigrafike nuk janë përkthyer mirë nga minoritarët grek. Dhe kjo për arsyen e fortë se as në Akademinë e Bizantit nuk është kuptuar fakti që kanë qenë kaq shumë dialekte helene, madje as në poemat e Homerit nuk kuptohet që gjuha pellazge është gjuhë helene. Pellazgët ishin helen. Kryeqyteti i tyre ishte Skotousa, që vjen nga fjala Skotos, e greqishtes do të thotë errësirë. Dhe Skotousa është emër i gjinisë femërore. E krijuar nga mbaresa ousa, që do të thotë me qen. Është një formë përcjellore që i shtohet emrit dhe krijohet një emër tjetër në helenisht. Pra, mjetet gramatikore të pellazgjishtes janë mjete gramatikore të greqishtes. Po ashtu mjetet gramatikore të ilirishtes, Deudas, Deuadai, janë mjete gramatikore të dialektit dorik të greqishtes, pra janë folur 25 dialekte në Shqipëri. Dhe nuk është kaq e thjeshtë të thuash studentëve që këto janë dialekte greke të pastra, sepse nuk janë kuptuar nga grekët vetë dhe janë përkthyer gabim këto mbishkrimet epigrafike. Madje arkeologët francezë quajnë mbishkrime pellazgjike, për arsye se nuk përkojnë me dialektin atikës, pikërisht për këtë fakt. Dhe mendimin e inteligjencës kompjuterike janë gjetur gabime në përkthimin e bërë nga minoritarët grek, që e shohin
çdo mbishkrim në këndvështrimin e gjuhës greke të sotme, që është një gabim shumë i rëndë, është një lloj sikur të interpretosh ti fjalë të latinishtes nga italishtja e sotme. Kaq i gabuar. Domethënë, të gjithë minoritarët janë turbo helen. Dhe ata që japin leksione për mbishkrimet epigrafike janë turbo helen. Po janë më të sofistikuar, më të rafinuar, më dinak se sa turbo albanët shqiptar, që e nxjerrin Akilin nga Shqipja. Nga Akileus, Sudja thot që vjen nga Shqipja, Akili ishte pellazg. Pa ditur fare që pellazgët flisnin dialekte helene. Por dhe ilirishtja që quhet nëna e Shqipes krijon sipas ligjeve fonetike të dialektit dorik fjalët. Ja ta shikojmë bashkë, se ky është zbulim i makabër që kam bërë. Të dashur shqiptar, ky është fjalori origjinal i gjuhëve indo-europiane të botuar nga Akademia Austriake, dhe këtu është emri dualos, emri i Dionisit tek paonët, dhe këtu kemi në ilirisht deuadai, që quhen satyrët ose deshët në ilirisht, sipas Hezikësit të Aleksandris. Pra fjala dash është shkurtim i fjalës deuadas. E kuptoni, në njëjës, ndërsa ky është në shumës. Pra nëse ilirët kanë folur kështu, ata kanë folur greqisht. Edhe në Paoni, aty ku janë hungarezët sot, edhe në Iliri, aty ku janë shqiptarët sot, ilirët kanë folur dialekte helene. Këto janë ligjet fonetike të dialekteve helene të dashur shqiptar. Dhe do t'ju tregoj unë se si e bëra këtë zbulim. Të dashur shqiptar, Dionisi ishte perëndia e dehjes, prandaj mua më pëlqen kaq shumë alkooli, dhe fjala deh e shqipes përkon me fjalën dejet tek gjuha gotike. Dejet te gjuha gotike ka kuptimin shkrihet. Domethënë shkatrohet, por ka dhe kuptimin e tymit, të sakrificës që i bështe Dionisit. Tek zjarri i sakrificës. Në gjuhën shqipe, fjala dehem ka kuptimin e përdorjes së alkoolit dhe e tymrave që gjithashtu ishin të sakrificës. Ky ka qenë kuptimi i fjalës dehem në shqip. Dhe kjo është perëndia Dionisit. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Dhe tani, çfarë ndodh? Unë përkthej fjalorin e gjuhëve indo-europiane në anglisht, e botoj falas në internet, dhe në një fragment të veçantë shpjegohet varianti i ilirishtes. Dhe ja ku është parasve tuaj, dualos, emri Dionisit tek paonët, dhe deuadai në numër shumës, satyrët ose deshët tek ilirët. Dhe ky shpjegimi i Hezikësit të Aleksandris në shekullin e 6 të erës sonë. Kjo tregon që në shekullin e 6 të erës sonë, gjuha ilire ishte akoma e gjallë dhe ilirët flisin dialektin dorik. Pikërisht para ardhjes së slavëve në Shqipëri, akoma ekzistonin ilirët. Akoma flite ilirishtja. Këtu është dokumenti parasve tuaj. Grekët nuk din absolutisht asgjë fare që ilirët kanë folur dialekte helene. Nuk e kanë iden, ju betohen për atë Zot. Dhe çfarë bëj unë? E shënoj në mes të temës së fjalës prapashtesat që krijohen në dialektin dorik. E shikoni? Kjo prapashtesë është adai e numrit shumës. Ja ta shikojmë. Ta shënoj parasve tuaj adai. E shikoni? Ky është dialekti dorik në numrin shumës. Atëherë në numrin 1 do të ishte adas. Ta shënojmë? Pra me të gjelbër është adas, deuadas, që ka dhënë dashin, dhe deuadai është djemtë e Dionisit. Pra, e kuptuat që ilirët kanë folur dialektin dorik. Sot. Mori fund. Pra kanë folur greqisht. Dhe tu tregosh shkrimet epigrafike studentëve shqiptar, ky është një krim. Pse? Sepse ata mund të indoktrinohen shumë lehtë. Mund të bëhen pararoja e atyre që do shkatrojnë Shqipërinë përfundimisht. Domethënë ata besojnë që gjyshit e tyre janë helen, por nuk janë.
Gjuha helene nuk është nëna e shqipes. Shqipja është ngjashme me gjuhën kelte edhe me gjuhët slave. Është një gjuhë më vete, jo greke. Pra ilirët kanë folur greqisht dialekti dorik. Sot u mësua përfundimisht. E sigurt. Tani çfarë kam gjetur unë? Në vitet 2020 gjej një monedhën e Shkodrës, ku shkruhej koinon Skodrinon. Dhe tani, koinon do thot bashkësi. Të shikojmë se çfarë koinosh kam gjetur unë. Kam gjetur koinon Drilon, që do thot koinoja e lumenjve, Drilon. Koinon Skardonitan. Pran Skardonës, ju betohem. Në Dalmaci, pra dalmatët flisnin helenisht. Kam gjetur koinon Neapoliton, të dialektit atik, por në Italinë e Jugut, qyteti Taras. Kam gjetur koinon Xenon në Durrës, ose më saktë koinoja e të huajve. E pabesueshme. Kam gjetur koinon Kaukon, të banorëve të Kaukazit, por në Hellad. Tmeri nuk mbaron. Kam gjetur koinon Byllionon në Byllis, pra byllinët ishin grek. E sigurt. Kam gjetur koinon Selepitan në Apulia. Ky ishte koinon i dialektit dorik. Kam gjetur koinon Antigonon në Gjirokastër. Kam gjetur koinon Myon në Azinë e Vogël dhe në Butrint. Kam gjetur koinon Amanton në Shqipëri, dialekti atik. Kam gjetur koinonin Aperiotan, dorik, në Epir, në Iliri. Kam gjetur koinon Apolitan, të Apollos, në Iliri. Kam gjetur koinon Ardiajon, në Shkodër, në Iliri. Kam gjetur koinon Aulon, në Vlorë, në Shqipëri. Kam gjetur koinon Baton. Kam gjetur koinon Bouthroton, në Butrint. Kam gjetur koinon Kaon, në Kaoni. Pikërisht, në Shqipërinë e Jugut. Kam gjetur koinon Damastinon, në Kosovë. Kam gjetur koinon Darson, në Bosnjë. Koinon Dardanon, në Daunia, e kam gjetur në Apulia. Dardanët flisin helenisht. Kam gjetur koinon Deriopon, në Maqedoni dhe në Dalmaci. Kam gjetur koinon Dimalatan, në Dimale, pikërisht në Shqipëri. Kam gjetur koinon Histron në Kroaci. Kam gjetur koinon Kandaron në Traki. Kam gjetur koinon Kreton në Kret. Kam gjetur koinon Labiatan në Shkodër. Kam gjetur koinon Lakonon në Spart. Kam gjetur koinon Lisiatan në Lezhë. Kam gjetur koinon Moloson në Shqipëri, tek Mollosët. Kam gjetur koinon Naron, pranë Keltëve. Kam gjetur koinon Oriokon, pranë Vlorës. Kam gjetur koinon Pasaron, kryeqyteti i Mollosëve. Kam gjetur koinon Rizon, nga fjala Riza, rënjë, në Dalmaci. Kam gjetur koinon Sason, në Dalmaci, por dhe në ishullin e Sazanit, atje u sërgjynosën Sasonët. Kam gjetur koinon Skodrinon në Shkodër, dialekti atik. Ky ka qenë koinoja e parë që gjeta, dhe kam gjetur gjithashtu koinon Tytenton në Iliri tek Atintanët. E shikoni çfarë kam gjetur, të gjitha janë dialekte helene. I gjithë gadishulli ilirik ishte i pushtuar nga helenët. Duhet ta shikoni këtë film disa herë që ta kuptoni dramën e madhe që na ka gjetur, këtë tragjedi të jashtëzakonshme, sepse ne jemi aborigjinët, vendasit, që ju shërbyem helenëve dhe na quhenin Penestaj. Romakët e quhen këtë një fis i lirë. Penestaj quhen sklevrit në gjuhën greke. Romakët kanë gjetur një fis, Breukoi. Në gjuhën greke kjo quhet larvat e bretkosës, është sharje. Tmer. Një nga fiset i lire më të fantastike, më të bukura është fisi Kelidon. Do thot dallëndyshe në gjuhën helene. Do t'i shikojmë të gjitha bashk, fiset i lire, qytetet i lire, janë emra helen të gjithë. Por jo vetëm në Shqipëri, në Dalmaci, në Serbi. Pikërisht,
Serbia është krijuar nga autariatët, fis helen, fisi më i madh i lirë në fakt. Nuk e kam përfshirë këtu, por e kam gjetur kohët e fundit. Bir o bir, ç'të të them? Pra, gjuha jonë, gjuha monosilabike, një rokshë, është gjuha e njerëzve me kafka të trasha, me lëvozhgën e arrës të trash, por që brenda ka thelbin të vegjël. Ilirët e kishin kafkën e hollë, të bukur, pak të zgjatur, se ashtu duket edhe në statujat ilire. Kjo ishte kafka e helenëve. Truri pak i zgjatur, që të linte më mirë, të kalonte në kanal lehtësisht. Ky është truri helen, truri i ilirëve. Gjuha shqipe nuk është gjuhë helene, nuk është gjuhë ilire. Këto janë fjalë substrat në shqip, të dashur shqiptar. Ne jemi aborigjin, vendas. Ajo që na ndodhi neve, ju ndodhi aborigjinëve në Australi, ky tmerr. Edhe sot e kësaj dite vuajnë, pinë alkool, janë të papunë, kanë një depresion, sepse vuajnë, i kanë humbur të gjitha të drejtat. Kjo do ndodhi prapë me shqiptarët. Minoritarët grek marrin kredi me përqindje shumë të ulët nga bankat greke dhe kanë blerë të gjitha pronat në Shqipëri, ose drejt për drejt, ose me palë të treta. Shqiptarët sot janë kthyer prapë në aborigjin. E tmerrshme. Tani, neve nuk kemi respekt për pararësit tanë. Të marrim diktatorin shqiptar Enver Hoxha. I ka bërë të zezat më të mëdha Shqipërisë, dakord. Meriton të dënohet nga historia. Por Enver Hoxha kishte varrin e tij. Dhe Sali Serbi vendos të marrë pllakën e varrit të Enver Hoxhës dhe ta vëj në varrin e ushtarëve britanik që humbën jetën në luftën e dytë botërore. Dhe ata e humbën jetën që Shqipëria t'i jepej Greqisë. Kanë punuar për llogari të Greqisë ushtarët britanik dhe janë vrarë në Shqipëri. Këtë ka bërë Sali Serbi, ka marrë varrin e ka shkatruar të udhëheqësit ton, Enver Hoxha, i cili na mbrojti neve na grekët, e mbrojti Shqipërinë disa herë nga sulmet greke. Po pse nuk i hodhi minoritarët në det ai? Tani po e vuajmë neve. Dhe hakmarrja e tyre grekërve është e tillë që ja marrin varrin e Enver Hoxhës dhe ja japin britanikëve dhe akoma janë vrimat e bullonave të mrekullueshëm të varrit të Enver Hoxhës. Dhe janë gdhendur emrat e ushtarëve britanik dhe i gjithë shtypi britanik, shtypi i verdh quhet, shtypi roz gjithashtu, tallen me shqiptarët. Pra të zot, po tallen me ju. Po ashtu kryeministri shqiptar ju ka dhënë butrintin britanikëve, që ata t'i japin grekërve. Ky është tmerr. Pra, ne nuk kemi respekt për Enver Hoxhën, ai që krijoi Shqipërinë moderne. Pavarësisht se ishte i lig që i ka bërë të zeza Shqipërisë, por shumica e njerëzve të përsekutuar, ju nuk e dini, as unë nuk e dija, janë grek që donin të shkëputeshin nga Shqipëria, malazez që donin të shkëputeshin nga Shqipëria dhe vëlleh. Këto janë të përsekutuarit politik të dashur shqiptar. 90% e tyre janë pakicat kombëtare që kishin aspirata për të krijuar pikërisht Serbinë e Madhe, Vllahinë e Vogël dhe Greqinë e Madhe. Dhe Shqipëria të mbetej midis Shkumbinit edhe Drinit. Ky ishte plani i arumunëve, grekërve dhe malazezëve. Dhe Enveri ka futur këta në burg të gjithë, jo për agitacion propagandë. Ishte përsekutuarit politik, shumica e tyre kanë qenë agent të shteteve fqinj.
Prandaj urrejnë ai shumë Enver Hoxhën dhe ne këtë nuk e dinim, nga ta dinim. Tani ka dalë në dritë. Dhe është dhunuar varri i udhëheqësit shqiptar. Jo vetëm kaq, grekët kanë marrë dhe kanë hapur varret e shqiptarëve të shkret, kanë bler kockat dhe i kanë rivarosur dhe njëherë si ushtar grek që kanë rënë në Shqipëri për të çliruar Greqinë. Këtë ka lejuar Sali Serbi, gjithashtu. Po ashtu ai shkatroi ushtrinë shqiptare, shkatroi fabrikat, uzinat, e shkatroi shtetin shqiptar. Komplet. Shqipëria është një shtet i shkatruar edhe sot e kësaj dite. Pra, kështu nisi ai shkatroi varrin e udhëheqësit shqiptar. Pastaj shkatroi të gjithë Shqipërinë dhe ne nuk na bën përshtypje sepse kemi kokën e trash. Por kjo që Universiteti i Tiranës jep leksione nëpërmjet radios Ngjallja për mbishkrimet greke në Shqipëri, kjo nuk durohet. Dhe një hero shqiptar, Dilaver Nelaj, është i vetmi hero që ka Shqipëria. Ka derdhur pak kos në supet e atij që shkaktoi masakrën e Peshkëpisë. Kos i derdhi, asgjë tjetër, dhe vezë. Unë them të mbushim qypat me mjalt, ashtu siç na kanë detyruar grekët neve me shekuj që të bëjmë, të ndërtojmë piramidat tona, kavaletat prej mjalti. Të dashur shqiptar, sot shkoni dhe bleni një qyp, një kovë, mbusheni me mjalt dhe derdhjani Sali Serbit mu përpara pallatit të tij. Hidhjani atje kosin, farën e kosit, mjaltin, çajin, çdo lloj lëngu të mundshëm. Merrni ujë madje edhe nga lumi Drilon dhe hidhjani Sali Serbit. Lageni me ujin e Drilonit Sali Serbin për atë që i bëri udhëheqësit shqiptar. Po këtë bëjani dhe kryeministrit të Shqipërisë, i cili lejon shqiptarët të deklarohen grek, që ju dha toka himariotëve, që kjo ka qenë toka e perandorisë turke. Ju dha toka atyre, i puthi në ballë, ngriti bustin e Mitsotakisit, në vend që të ngrinte bustin e Fishtës. Dhe lejon që në Fakultetin e Letërsisë të bëhen leksione për mbishkrimet greke në Shqipëri. Edhe një herë, Norbert Jokli deklaroi që gjuha ilire është gjuhë shqipe sepse Shqipëria ishte në rrezik atëherë. Është një falsifikim, gjuha shqipe nuk është gjuhë ilire. Në Iliri janë mbishkrime helene, të gjitha. Koinet janë helene. Duhen hequr. Duhen mbyllur të gjitha muzeet. Me qira fjala, në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, Neritan Ceka dhe klani i tij kanë ruajtur 220.000 objekte greke. 220.000. Nuk ta merr mendja. Ndërkohë që thesari i shtetit shqiptar është vjedhur në Korab. Floriri shqiptar nuk është më. Tanket, aeroplanët shkuan për skrap. Shkuan për lesh. Do më thënë, u shkatruan tanket dhe aeroplanët dhe janë ruajtur objektet greke, shkrimet greke në bodrumet e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. As Floriri i thesarit shqiptar nuk është ruajtur, është vjedhur nga Sali Serbi, por objektet greke janë ruajtur. 220.000 objekte, të dashur shqiptar, nuk mund të ndërtohen muze në Shqipëri, sepse të gjitha këto objekte janë greke, janë me shkrime greke, me kuptime greke. Pra, fëmijët e Dionisit duhet daj është në dialektin dorik. Ilirët kanë folur greqisht, përfundimisht. Shqiptarët janë aborigjinët, ata me kovat e mjaltit. Atë që kemi bërë gjithë jetën ta bëjmë dhe sot. Shkoni dhe merrni një kovë me mjalt dhe derdhjani Sali Serbit.
A kuptoni apo jo? Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.